sa depozitor do të jetë edhe qëndrimi dhe reagimi im si kryekomisioner shtetëror i zgjedhjeve. Po ne ju pyesim, a mendoni se SPAK do të arrijë pra që të zbuloj burimin e vërtet të financimit? Mirëmëngjes, përshëndetje. Po diskutojmë edhe për fushatën në tërësi dhe çështje të tjera absolutisht. Mirëmëngjes. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, që dëgjojmë me kënaqësi. Çështja e fushatës. Po? Unë kam parasysh atë të Sarkozis, që mori 5 milion euro nga ato, që u nuk deklaruar dhe u dunua me 70 burg dhe me 300.000 euro gjobë. Ky Saliu nuk don me adisë. Gjenia i lulje, kaloi atë me mashtrime, sepse drejtësia nuk po vepron në suqesh si duhet kishte vepruar një me Lut Bashën dhe me Ilir Metën. Dhe këta janë pasojat e kësaj që ky me 6 milion, më mirë kishte bërë fushat këtu në Shqipëri me 6 milion, se sa atje. Pastaj se parat kuptojmë në parat që kanë vjellur ky Saliu me të sudën e me Xhafer që i vodi firmat Pirmedani futi me ato të shikut bashkë, se unë e mbaj mend atë pjesë në Tiranë kemi jetuar i dim të gjëra, dhe ky tani nuk ka të fare edhe thot 6 milion euro. Atëherë SPAK-u nuk e di, sepse unë të në listë nga troj, njëri thotë jo, ka që 5 fishe, 4 fishe, nuk e di. Po s'ka rëndësi ka që ai ka vjedh parat e popullit. Kur vjedh parat e popullit, detyrimisht, ai do të humi patjetër dhe këto luftën këtu e bëjnë. Unë kam parasysh për shembull ato mediat që paguhen, mediat e shkura që paguhen me taksat tona dhe shikoj diçka. Atje u morën vetëm me Saliu, me të gjëra dhe bën të gjitha atë pjesë më gjithmonë faqe pa. Kur vjen puna, ajo media që paguhet me taksat tona. Zotri, të lutem, po të drejtohem me ti se kemi aq konfidencë. Po të drejtohem me ti atëherë. Mediat me përjashtim të radio televizionit publik shqiptar janë të gjitha private. Nuk paguhen nga taksat e mia edhe të tuat. Me përjashtim të RTS-s. Dhe ju këtë dini shumë mirë. Mediat e shkruara, Andi. Po kush pra? Ma thuaj një. Se s'do bëjmë debat bashkë, ma thuaj një. Po kush pra? Kush paguhet me taksat e tua? Po s'paguhet me taksat e tua. Nuk paguhet me taksat e tua. Stafi e tjere. Po jemi si me fondet e shtetit. Ke gabim. Po ma thuaj pak. E ke gabim. Ma thuaj pak, se e kam një përgjigje. Fondet e pa shtetit. Se da të se gjitha më përgjigje. Ato dhe gjitha të ishpërnarët do E dija që këto do thoshe, por kjo është diçka që nuk është e përditshme dhe shteti ka detyrimin që qytetarve, qoftë fondet për apo legalizimet, fondet për ishpërndjekurit, ishpronarit e tjerë, ka detyrimin që t'i publikojnë në media, edhe kryesisht edhe në media në shkruar. Dhe le themi Panorama me që e morët shembull është njëra nga ato media, po kjo nuk është përdit dhe nuk është ai fond që paguhet nga shteti për njoftimet, ja listat e reja, emrat e pronarëve që shpërblehen që të mbuloj gjithçka. Është një lloj lidhje, por publik është vetëm RTS-ja. E fundit, të lutem. E fundit prap. Vazhdo. Tani, unë edhe e pata përsëris. Sepse tema, merr gjë, jo, po kjo... A mirë pra, dakord. Ajo është të kuptoj, po është tjetër... Kjo është histori e vjetër. Andi, është histori e vjetër kjo. Unë e di dhe shumë mirë të pjesë. Megjithatë, është për problemi aty, nga bëjnë çarden. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Mirëmëngjesi, ecim me një tjetër opinion. Urdhëroni. Nuk është as debatës, as diçka tjetër, por në momentin që ndeli mendim, ne duhet të sqarojmë të paktën atë që e dim.